Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Marrëveshje bashkëpunimi nënshkruan Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ahmeti dhe kryetari i Komunës së Likovës Sadullah Duraku për bashkëfinancimin e projektit për ndërtimin e një pjese të kanalizimit të ujrave të zeza në fshatin Slupçan. Marrëveshje për bashkëfinancimin e projektit për ndërtimin e një pjese të kanalizimit të ujrave të zeza në fshatin Slupçan, sot nënshkruan Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ahmeti dhe kryetari i Komunës së Likovës Sadullah Duraku. Marrëveshja sipas ministrit Ahmeti paraqet përmirësimin e mjedisit jetësor në vendin e banuar Slupçan. Komuna e Likovës, si dhe vazhdim i bashkëpunimit të mirë të cilin ministria e ka me vetëqeverisjen lokale. Në periudhën e fundit, ministria intensivisht ka punuar në pjesën e ndërtimit të furnizimit të ujit dhe sistemit të kanalizimit. Angazhimi ynë është që t'i rrumbullaksojmë projektet e filluara në tërësi funksionale, e të cilat përjetësisht do të përmirësojnë nevojat themelore infrastrukturore të banorëve në territorin e tërë shtetit. Në këtë mënyrë do të ndikojmë në përmirësimin e kushteve, për këtë edhe përmirësimin e shëndetit dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor, theksoi Ahmeti. Ai tha se projekti do të realizohet në rrugën e bashkëfinancimit, ndërsa shuma e përgjithshme arrin 6 milion denar, për realizimin e të cilit ministria ndan 3 milion denar dhe po aq edhe komuna e Likovës. Afati për ndërtimin e kanalizimit të ujrave të zeza në fshatin Slupçan është 12 maj. Në kërkesat e faktorit ndërkombëtar për të sqaruar vendimin e tij, në të cilin njëkohësisht shkelet marrëveshja e Porzhinos, kryetari i shtetit Gjorgje Ivanov i ka pritur në takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jace Bailey dhe euroambasadorin Aivo Orav. Gjithashtu, për zhvillimet e fundit në vend, del me porosi edhe eurokomisari për zgjerimin Johannes Hahn, ku thot kriza mund të zgjidhet vetëm politikisht, jo me dhunë. Kryetari i shtetit Gjorgje Ivanov i ka pritur në takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jace Bailey dhe euroambasadorin Aivo Orav. Ivanov, që prej 2 ditësh nuk i është përgjigjur kërkesës së ambasadorëve për një takim të përbashkët. Ivanov gjithashtu ka refuzuar të përgjigjet edhe në kërkesat e faktorit ndërkombëtar për të sqaruar vendimin e tij, me të cilin njëkohësisht shkelet marrëveshja e Porzhinos. Përndryshe, më 12 prill, presidenti Ivanov ka njoftuar se ka sjellë vendim që të firmos faljen e të gjithë politikanëve të cilat janë nën hetime, ndaj të cilave është ngritur procedurë hetimore, si edhe për një politikan i cili është duke vuajtur dënim në burg. Gjithashtu, për zhvillimet e fundit në vend del me porosi edhe eurokomisari për zgjerim Johannes Hahn. Kriza mund të zgjidhet vetëm politikisht dhe jo me dhunë. Kriza mund të zgjidhet vetëm me mjete politike e jo me dhunë, rekomandoi në profilin e tij në Twitter eurokomisari për zgjerim Johannes Hahn. I bëj thirrje të gjitha partive politike dhe qytetarëve që të distancohen nga aktet e dhunshëm. Kriza mund të zgjidhet vetëm me mjete politike. Përgjegjësi e politikanëve është që të kthehen në tryezën e negociatave, thot Hahn, pas protestave të mbrëmshme lidhur me vendimin e presidentit Gjorgje Ivanov për ndërprerjen e përgjithshme të gjitha procedurave kundër politikanëve dhe bashkëpunëtorëve të tij për rastin lidhur me përgjimet e paligjshme. Ne e mbajmë mend shumë mirë në të kaluarën se si Afganistani për shkak të Al-Kaidës u shkatërrua, se si qindra mijëra musliman u masakruan dhe miliona të tjerë ranë viktimë. Edhe tani, ISIS-i i cili ka marrë në kontroll zona të caktuara në Siri dhe Irak, i cili po përpiqet të ushtrojë ndikim në Libi, po i shërben sërish të njëjtit qëllim. Ju lutem të jeni të kujdesshëm, të gjitha mizorit, të gjitha dëmët e organizatave terroriste janë kundër muslimanëve, tha Recep Tayyip Erdogan.
Në një fjalim të mbajtur në samitin e 13 të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, i cili sot filloi në Stamboll të Turqisë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi se muslimanëve në Ballkan u duhet mbështetje e botës islame. Ne si Organizatë e Bashkëpunimit Islamik duhet t'ju ofrojmë mbështetje të fuqishme muslimanëve anë botës. Muslimanët në Republikën Turke të Çipros veriore me dekada janë të izoluar. Ky është problemi të gjithë muslimanëve. Njëkohësisht komuniteti musliman në Ballkan, në Azinë Juglindore dhe në Afrikë kanë nevojë për mbështetje të fuqishme të botës islame, porositi presidenti turk Erdogan. Ai nga ky samit i bëri thirrje edhe një herët komunitetit ndërkombëtar që të rishikojë qëndrimin e tij ndaj organizatave terroriste. Për shkak të kërcënimit të terrorizmit duhet të ndërmerren operacione në terren. Krahas kësaj duhet një luftë për të shterë burimet financiare dhe njerëzore. Për këtë arsye bashkëpunimi ndërkombëtar ka rëndësi të madhe. Do të jetë me vend që në mes vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik të krijohet një strukturë e cila do të forcojë bashkëpunimin dhe institucionalizimin kundër terrorizmit dhe krimeve të tjera. Me këtë qasje është pranuar propozimi ynë si Turqi për formimin e një bashkëpunimi policor, Organizata e Bashkëpunimit Islamik në qendër në Stamboll dhe formimin e një qendre koordinimi, tha presidenti turk. Duke ju referuar çështjes së terrorizmit, Erdogan tha se terrorizmi dhe dhuna janë një prej çështjeve më të mëdha me të cilat ballafaqohet bota islame. Ne e mbajmë mend se shumë mirë në të kaluarën se si Afganistani për shkak të Al-Kaidës u shkatrua, se si qindra mijëra musliman u masakruan dhe miliona të tjerë ranë viktima. Edhe tani ISIS-i, i cili ka marrë në kontroll zona të caktuara në Siri dhe Irak dhe i cili po përpiqet të ushtrojë ndikim në Libi, po i shërben sërish të njëjtit qëllim të pist. Ne i shohim në të njëjtën prizmë edhe organizatat si Boko Haram dhe Al-Shabaab, të cilët kryejnë akte terroriste në rajone të ndryshme të Afrikës. Ju lutemi të jeni të kujdesshëm se përveç disa akteve me qëllim për shfaqje të gjitha mizorit, të gjitha dëmet e organizatave terroriste janë kundër muslimanëve, tha Erdogan. Ne e konsiderojmë se Turqia është miku ynë, por ne kemi probleme me disa politikan, sjellja e të cilave ishte jo përkatëse, tha Putin. Vladimir Putin thot se Turqia nuk është vend i sigurt për udhëtarët rusë dhe se faktikisht është në gjendje të luftës civile. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thot se Turqia nuk është vend i sigurt për udhëtarët rusë dhe se faktikisht është në gjendje të luftës civile. Më tutje sot, duke folur në emisionin e transmetuar në televizion të pyetjeve dhe përgjigjeve, Putin i ka akuzuar liderët e Turqisë se bashkëpunojnë me terroristët e nuk luftojnë kundër tyre. Ne konsiderojmë se Turqia është miku ynë, por ne kemi probleme me disa politikanë, sjellja e të cilëve ishte jo përkatëse, tha Putin. Raportet ndërmjet Rusisë dhe Turqisë janë përkeqësuar dukshëm prej se Turqia e rrëzoi një aeroplan ushtarak rus përgjatë kufirit turko-serian në nëntor të vitit të kaluar. Ky aeroplan po kryente operacione në kuadër të ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Siri. Ankaraja thot se aeroplani luftarak rus e kishte shkelur hapësirën ajrore të Turqisë. Lajmet sportive, në takimin e përbashkët të përfaqësuesve të Vardarit dhe Shkëndijës të dielën me fillim në ora 16, kjo ndeshje do të luhet pa prezencën e tifozëve të skuadrës mysafire, në këtë rast ballistët. Informacioni tjetër sportiv nga bota për kualifikimet e kampionatit evropian në handball për meshkuj të vitit 2018, 28 shtete evropiane pjesëmarrëse, prej tyre edhe Maqedonia. Në takimin e përbashkët të përfaqësuesve të Vardarit dhe Shkëndijës, si dhe atyre të Federatës së Futbollit të Maqedonisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, është marrë vendimi që kryendeshja e javës së 27 të zhvillohet të dielën në fillim në ora 16. Kjo ndeshje të luhet pa prezencën e tifozëve të skuadrës mysafire, në këtë rast pa ballistët. Duke pasur parasysh ndodhit në kryeqendër, është marrë vendimi që për këtë ndeshje në dispozicion të futboll dashësve do të vëhet vetëm tribuna e jugut.
Është hedhur shorti për kualifikimet e kampionatit evropian në handball për meshkuj të vitit 2018. 28 shtete evropiane prej tyre edhe Maqedonia janë ndarë në 7 grupe për të siguruar vendin e tyre në Europianin që do të mbahet në Kroaci. Golat përfaqësuesen e vendit e vendosën në grupin e 4 në përbërjen e së cilës janë edhe Islanda, Çekia dhe Ukraina, pas eliminatorëve për Euro 2016 dhe bolotazhit për botërorin e 2017 në Francë, përfaqësuesja çeke për herë të tretë do të jetë kundërshtar i Maqedonisë. Eliminatorët nisin me 2 nëntor, ndërsa në Europian shkojnë vetëm 2 kombëtarët e para të çdo grupi dhe kombëtarja e tretë më e mirë. Euro 2018 në Kroaci do të zhvillohet prej 12 deri më 28 janar, ndërsa ndeshjet në grupe do të luhen në 4 qytete: Split, Porveç, Varaždin dhe Zagreb. Informacioni i fundit për këtë edicion: moti sot në mbar vendin ishte më ndryshe nga ditët e kaluara. Në mëngjes moti ishte i vërejtur, edhe gjatë ditës pati kushte për reshje shiu. Megjithatë, temperaturat lëvizën nga 4 deri më 8 gradë Celsius, ndërkaq temperaturat e ditës ishin nga 18 deri më 24 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, me informacionin nga moti, po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Natën e mirë.